Sipas të dhënave më të fundit nga Instat, edhe për gjatë shtatorit dhe dhjeshtës, çmimet e produkteve të shportës, frutat perimet janë rritur me 2,4%, duke ju shtuar një tjetër rritje që pësuan këto produkte ushqimore për gjatë sezonit veror. Rritje e çmimeve kjo, e cila ndikon sigurisht tek qytetarët vlonjat, të cilët tregojnë se nuk po i përballojnë dot më këto çmime. Sipas tyre, çmimet vetëm rriten duke rënduar situatën e tyre ekonomike. Qytetarët tregojnë se rritja e çmimeve i detyron këta të fundit të blejnë gjithmonë dhe më pak, teksa kërkojnë që kontrollet të fillojnë edhe në tregjet e Vlorës, njësitë e biznesit, për të parë dhe shmangur çmimet abuzive. Përse ato çmimet janë më javë gjajt. Çfarë thua? Një domate e bën 600 lekë. Jo kila, 600. Kokra. Ja ku i ke. S'kan faj këta. Çfarë të gjitha shtëne janë? Unë pensionist jam. Me zje përballoj. Ndaj u shmanga që tikja. E dini vetë. Pash, vetë vajte pe produktet ushqimore. Ore janë në maj, nuk s'ka shtet që ta kontrolloj. Ka i diu. Sipas Instatit, duhet ulen çmimet. Në kohën e komunizmit kishte revizora. Pam. Tani nesër mbrëma do vejo 1000 lekë domatja. Ja ku i ke molla. E rëndon gjendjen e... E rëndon. S'kini faj, as ju, as ne popullin e zgjerrojmë. Çfarë do bëjmë? Me rënduar situata për pensionistët, të cilët pohojnë përpara kamerës së 6+1 Vlora, se me pensionet qesharake që marrin nuk blejnë dot asgjë. Pensionistët tregojnë se me ato pak të ardhura nga pensionet, ju duhet të paguajnë çdo shpenzim mjetësor, duke ju mbetur fare pak për të blerë ushqime. Po s'pate lek në xhep, ça do pyetësh për çmimet? Ne jemi pensionistë valla, Qa mund ta bëj pyetëm kështu? Me pensionin që ti ke, çfarë mund blesh? do thosha një fjalë po është banale. Ça të them unë ne ju shikoni vetë gjithën. Merr 150.000 lekë pension ça do bësh? Vetëm me paku aspirina nuk ashtu dot. Të larta janë, për ne janë shumë të larta. Për kushet e mia tjetës, time familjare që jam burë e grua në pension, nuk më del të përballoj bojnë. Plus pasaj shtesat që do detyrimet që do shteti. Len më pak sot për shkak të çmimeve? Po. Duhet këtë kontrolloj, duhet këtë... Po të gjitha duhen, po duhet ishin bërë, jo tani. Duhet ishin bërë, jo tani, kur... Tani ka... Qa betë shtesat 2.000 lekë në muaj pension, turpi botës. Për ata të cilët kanë shtëpi edhe në fshat dhe shkojnë shpesher aty, çmimet ndryshojnë drastikisht edhe nga fshati në qytet. Një produkt sipas qytetarëve mund të blihet më lirë në fshat se në qytet, ku çmimi vjen më i lartë, ku në këtë drejtim ndikojnë sipas tyre edhe vetë tregtarët, të cilët i rrisin çmimet për të fituar maksimalisht. Po janë të shtrënta janë. E shikoj unë këtu ka marrë na Selenicë e Vlorës. Dalë kam një javë, dalë sonisë të shtrënta duken çmimet. Më shtrënta këtu apo në fshat? Më të shtrënta janë këtu. Pse kjo rritje, si mendon, se ti besoj merresh edhe pak me bujqësi, ndoshta apo je një... Ja marrë, me bujqësi unë ja marrë, e shikoj që këtu në këtë zonë që jam unë janë të shtrënta. Shumë të shtrënta. Shumë diferencë shoj. Pera sepse ashtu me djali, më troqi djali, mori shtëpi, e pa kredi, erdha dhe unë me djalin. Kjo rritje që ti e vëre nga fshati në qytet, është e konsiderueshme e produkteve në çmim? E konsiderueshme nuk është. Nuk bëhet fjalë që nuk është konsiderueshme. Pse rriten kaq shumë produkte? Po tani i ngren ata më lart, i ngren këta këtu, i ngren. Ne s'duam do i marrim, se duam të ham të. Me vështirësi. Unë jam pensionist, nusën e kam pensioniste, djali një rog, është e vështirë. Janë më pak sot? Si? Janë më pak për shkak të çmimeve, konsumon më pak. Po detyrimisht do ta ul çika të dozën, është normale. Varfëria ekstreme, çmimet e larta kanë detyruar edhe shumë prej qytetarëve të Vlorës të heqin dorë nga blerja e fruta perimeve apo edhe zarzavateve dhe të konsumojnë çdo ditë produktet që kultivojnë në Baçe apo ato të Bulmetit. Qytetarët thonë se për shkak të çmimeve
kanë shkuar te kjo zgjedhje duke parë që jetesa e tyre bëhej gjithmonë dhe më e vështirë. Të shtrenjta janë pak. Shtrenjta. Po. Si produkt për shumë ke parë që ka çmim të lartë. Mos para marr shumë xhan, po që kur marrim e shikojmë që është i shtrenjtë. Nuk konsumi nuk marr dot. Një pension 20.000 lekë marr unë. Konsumon më pak për shkak të këtyre Nuk po. Han vetëm qumshin e deles neve atë kemi et lopës edhe këto nuk i marrim dot, nuk harrim dot i marrim. Ndërkohë që çmimet vetëm rriten, ku ka sot në Vlorë edhe çmime abuzive të produkteve të shportës, kontrollet në qytet mungojnë, nuk ka kontrolle në tregje apo njësi biznesi për të ndalur fenomenin e rritjes së çmimeve.